Fjala është për zonjën Zegjinet Çaushi. Shumë faleminderit gjithëve dhe më emocionuat me thënë drejtën. 8 vite më parë, ashtu si ju sot, edhe unë isha në këtë sallë në një aktivitet. Gjatë aktivitetit pyesja veten, a mos vallë do t'jem unë këtu realisht një ditë për të përfaqësuar qytetarët tanë, për të ngritur zërin dhe për të sjellë këtu shqetësimet e tyre, dhe ja ku jam sot këtu përpara jush. Ëndra ime është bërë realitet. Prandaj me shumë punë dhe besim, gjithçka mund të realizohet, gjithçka mund të bëhet e mundur, asnjë gjë nuk është e pamundur. Prandaj të nderuar kolegë, deputetët e ardhshëm i kemi këtu mes nesh, të cilët do na zvendësojnë shumë shpejt. Sot në këtë ditë të shënuar nuk jam këtu për të mbajtur thjesht një fjalim. Jam këtu për të ndarë me ju energjinë, zërin dhe ambicien e një brezi që meriton më shumë, një brezi që di të ngrej zërin, di të kërkoj të drejtën dhe di të marrë vendin që i takon. Sot jam këtu jo vetëm si deputete, por si një prej jush, si një përfaqësuese e brezit të ri në këtë kuvend. Brezi që nuk vjen nga privilegji, por nga përpjekja, nga puna dhe nga besimi se ardhmja ndërtohet me duart tona. 8 dhjetori është simboli i guximit të të rinjve. Është dita kur rinia shqiptare tregoi se zëri i saj mund të tund mure të mëdha dhe mund të hap rrugë të reja. Sot ne vazhdojmë të jemi brezi që kërkon më shumë demokraci, më shumë liri, më shumë përgjegjësi dhe më shumë hapësira, ku fjala e të rinjve dëgjohet dhe respektohet. Kjo ditë duhet na kujtojë se ndryshimet më të mëdha në këtë vend kanë nisur gjithmonë nga zëri, guximi dhe energjia e të rinjve. Ajo mbetet simboli i lirisë, i shpresës dhe i vendimit për të mos u dorëzuar kurrë. Rinia ka nevojë për më shumë hapësirë, ka nevojë për më shumë mundësi, ka nevojë të dëgjohet më fort. Dhe sot, këtu në kuvend është vendi më i mirë për të theksuar se zëri i të rinjve është domosdoshmëri. Unë besoj fort se çdo vend që investon te rinia, investon tek e ardhmja e tij. Detyra jonë në institucione, në shoqëri, në komunitet është të krijojmë kushte reale që ëndrat tuaja të mos mbeten thjesht premtime, por të shndrohen në histori suksesi. Të dashur të rinj, ju nuk jeni thjesht e ardhmja, ju jeni e tashmja, jeni gjenerata që do ta çojë përpara modernizimin, teknologjinë, kreativitetin dhe pjesëmarrjen qytetare. Jeni gjenerata që nuk pret, por vepron, që nuk dorëzohet, por ndërton. Dhe po ju drejtojmë sot juve nga kjo foltore, vendi ka nevojë për ju, për idetë tuaja, për pasionin tuaj, për energjinë që vetëm ju e keni. Le të punojmë së bashku për një Shqipëri më të drejtë, më të hapur dhe më të mirë. Një Shqipëri ku secili prej jush gjen vendin, rolin dhe mundësinë e barabartë për të realizuar veten. Gëzuar ditën e rinisë. Faleminderit dhe suksese në çdo hap të rrugëtimit tuaj. Faleminderit. Ju faleminderit zonja Çaushi. Fjalën e ka Marcel Dopeti. E nderuar zonja nënkryetare e kuvendit, të dashur deputet, të dashur të rinj, e veçanërisht rinia e Bulqizës dhe Çarkut Dibër. Është kënaqësi dhe nder i veçantë jem sot këtu në një datë simbolike për rininë shqiptare. 8 dhjetorin, ditën që na kujton zërin, energjinë dhe fuqinë transformuese të brezit të ri. Sot flasim për një çështje që nuk është vetëm emergjente, por thelbësore për të ardhmen tonë përbashkët. Shëndetin mindor dhe mirëqenien e të rinjve. Shëndeti mendor nuk është luks, është themel.
Për shumë kohë shëndeti mendor është trajtuar si një temë tabu e lënë në hije, shoqëruar me paragjykime dhe moskuptim. Por realiteti është se çdo ri përballet me stres, presion shoqëror, ankth për të ardhmen, pasiguri ekonomike dhe sfida personale. Ndërkohë shumë pak kërkojnë ndihmë, jo për mungesë nevoje, por për shkak të frikës së gjykimit. Të dashur të rinj, ju jeni energjia, kreativiteti dhe shpresa e këtij vendi. Zëri juaj ka rëndësi, nevoja juaj ka rëndësi, shëndeti juaj mendor ka rëndësi. Le të punojmë gjithë së bashku që 8 dhjetorit mos të jetë thjesht një datë, por një kujtesë se rinia nuk kërkon privilegj, por mundësi dhe mbështetje. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit AKR-s për organizimin dhe idën që më beson jo mua, por gjithë rinisë qarkut Dibër. Dhe faleminderit çdo të riu që zgjedh të flasë, të përfshihet dhe të bëjë diferencën. Gëzuar 8 dhjetorin, gëzuar rini. Faleminderit ty Marceldo për gjithë fjalën. Fjala është për zotin Tedi Mula. Të nderuar kolegë, të nderuar përfaqësues të rinisë shqiptare. Sot është një ditë tepër e rëndësishme. Është dita e rinisë shqiptare. Një ditë që nuk duhet mbetet vetëm simbolike. Është dita kur ne duhet reflektojmë seriozisht për rolin, nevojat dhe të ardhmen e brezit të ri në vendin tonë. Të rit nuk janë e ardhmja, ata janë e tashmja. Nëse duam që Shqipëria të ecë përpara, neve këtyre të rive duhet të japim mbështetje. Dhe sot, në ditën e rinisë, le të japim një mesazh tepër të qartë. Ne jemi këtu për t'i hapur rrugë brezit të ri, për t'i mbështetur, për t'i fuqizuar dhe për t'i dhënë besimin se ardhmja e tyre është këtu, në vendin e tyre. Ju faleminderit. Ju faleminderit zoti Mula dhe sikurse e thashë ne bëjmë përjashtime nga agjenda her pas here, sigurisht që vazhdon të ecë kjo tradita, kështu që ftojmë Soana Toçin për fjalën e saj. E nderuar nën kryetare e kuvendit, të nderuar deputet, përfaqësues të Këshillave Rinor nga e gjithë Shqipëria, dhe mbi gjitha kolegët e mi më të rinj. Unë jam Soana Toçi, jam një nxënëse e vitit të dytë në gjimnazin Mahir Domi në qytetin e Elbasanit, dhe është një nder jashtëzakonshëm të jem këtu sot, në zemrën institucionale të vendit tonë, për të shënuar ditën e rinisë, një ditë që nuk simbolizon vetëm moshën, por potencialin, përgjegjësinë dhe energjinë transformuese të brezit tim. Rinia shqiptare nuk është vetëm e ardhmja, ne jemi realiteti i sotëm që po formëson të nesërmen. Në këtë kuadër dua të ndaj me ju një iniciativë të ndërmarrës së fundmi, që u përfaqësua në mënyrë të qartë angazhimin qytetar, ku unë si ambasadore e projektit Youth for Clean Air kam pasur privilegjin të kontribuoj në implementimin e koshave të riciklimit në 6 shkollat e Elbasanit, një nisëm që synon jo vetëm edukimi mjedisor, faleminderit, por krijimin e një kulture të qëndrueshme, që do të zgjerohet akoma më tej në muajt në vijim. Ky projekt është dëshmi se kur të rinjt marrin përgjegjësi, ndryshimi bëhet më i prekshëm dhe më i madhshëm. Faleminderit. Në të njëjtën frymë dua të theksoj se Këshilli Vendor Rinor i Elbasanit është sot një strukturë model me nivel kombëtar, ku një grup të rinj të angazhuar që zhvillojnë pa ndërprerje fushata sensibilizuese, aktivitete komunitare dhe projekte kreative që trajtojnë sfida reale në qytetin tonë. Përfshirja e të rinjve në Këshillin Vendor Rinor është thelbësore, sepse u jep atyre mundësinë të artikulojnë nevojat e komunitetit, të marrin përgjegjësi reale dhe të zhvillojnë aftësi leadershipi që nuk mësohen në teori, por në praktik. Ky është vendi ku çdo njeri mund të kthejë energjinë e vet në ndikim konkret. Dhe sot përpara jush dua të reafirmoj bindjen time të plotë se ne të rinj nuk kemi nevojë vetëm për hapësira, ne kemi nevojë për besim, për përgjegjësi dhe për mundësi reale për të kontribuar. Kjo sallë është një dëshmi se ky besim po ndërtohet. Ju faleminderit për vëmendjen dhe për mundësinë që sot zëri i rinisë së Elbasanit të dëgjohet në foltoren më të rëndësishme të vendit. Shumë faleminderit. Faleminderit Soana për fjalën, radhën e ka zonja Eriona Ismaili.